Kampionati ka nevojë për kryeqytetin, për sa i përket futbollit kryeqyteti ka nevojë për spektatorët, edhe sot ata janë të pakt. Kryeqyteti ka nevojë për cilësi, këtë do ta shohim. Kryeqyteti ka nevojë për derbin. E presim. Një përshëndetje nga Angër Thoma, miq radio televizionit shqiptar. Mirë se vini në Tirana Dinamo, ai që për sa i përket kampionatit do të jetë derbi 150 mes tyre dy skuadrave. Drejtuar nga këta dy zotrinj, Tirana nga Roberto Bordin, trajneri italian, në ndeshjen e tij të tretë në këtë kampionat në drejtim të skuadrës bardhë blu, dhe në krahun tjetër Ilir Daja, i cili në javën e tretë të kampionatit të kaluar mori Dinamon për të shkruar histori, suksesin atë sezon e diçka më pas i mbetur tani kërkon të ringrihet. Ky është ndërkohë Silvinho, trajneri i kombëtares son të futbollit, së bashku me ndihmësit e tij Dorida, Lariko Rossi, por Dervin Bulku janë në tribunën e Selman Stërmasit ku zhvillohet kjo ndeshje për të ndjekur pra atë dhe për të parë ndoshta element që ata i vlerësojnë. Shohim edhe dy kapitenët së bashku me trupën e arbitrave do të jenë sot Dita, kapiten i Dinamos, dhe Soler, spanjolli, kapiten i Tiranës. Tirana që luan me Tafas në port, do të jetë një mbrojtje detyruar me 4 për Bordin, referuar organikës që ai ka, do të jetë Vera në të djathtë, Soler Leshi në qendër, Valerianos të majt, Rafael Pacacia në qendër të mesfushës me Fernandes dhe Haxhiu nga krahët, TBQ dhe Mensa do të kompletojnë formacionin e skuadrës bardhë blu. Të dyja skuadrat në tashmë do të luajnë kampionatin e tyre siç dihet në Selman Stërmasi. Sot është pritse Tirana. Dinamo mysafire luan me Teqe në port, mbrojtja nga djathta në të majt me Maliqi, Dita, Ali dhe Loran, në mesfush Gudjabi, Karamba dhe Qefalia, ndërsa në repartin e sulmit Nani, Vila dhe Devi Bregu. Arbitër kryesor Eugene Gjaja, i ndihmuar nga Arber Zalla dhe Rejdi Avdo. Arbitri i katërt Dorian Hamidi. Në dhomën e sistemit VAR do të jetë Olsion Yzeiraj, i ndihmuar nga Andi Koçi. Sistemi VAR sot ndodhet pranë stadiumit Selman Stërmasi. Gjithçka bëhet gati, topin e parë do ta shkelmojë skuadra e Tiranës. Skuadra vendase momentalisht të kërkon të lërë patjetër pas gjendjen aktuale. Vendi fundit me 2 pikë. Jo shumë më mirë Dinamo me 4 pikët e saj, me 1-3 pikë shtë që një javën e parë përballë një kundërshtari shumë të fortë si Vllaznia, por më pas jo maksimumi prej bluve, me pikën e vetme të marrë javën e kaluar këtu në Selman Stërmasi përballë Bylysit. Pra të dyja skuadrat kanë për të treguar tifozëve të tyre dhe gjithë opinionit se emri i tyre është ende i fortë edhe në emrat e lojtarëve aktual. Është kelmuar topi parë, bën Tirana që kërkon me njëherë të zbres me spanjollin Fernandes në krahun e majt, ai fiton këtë rivënie anësore. Topi kthyer deri tek portieri Tafas. Shohim luan Haxhiu në krahun e djathtë dhe është Vera që luan në krahun e majt argjentinasit, të cilin jemi mësuar gjithmonë ta shikojmë në krahun e djathtë që kur ka ardhur merkaton dimërore tek skuadra bardhë blu. Shohim Dinamo tani në këtë qarkullim provon të dalë. Loran që përplaset me Pacacia dhe është faulli i parë i përket Dinamos. Pra shohim referuar çka u tha dhe pritshmërive. Ishte një vendosje me 4, por spostimi i Verës në të majt me Haxhiu në krahun e djathtë. Vetë e ndryshon pak letrat tek skuadra bardhë blu. Shohim ndërkohë Nani provon në krahun e djathtë, provon Dinamo tani. Qefalia. Nani. Kthyer te Maliqi. Sërish Nani. Nuk arrin Qefalia. Provon Fernandes. Shkelmon dhe provon të largojë në këtë moment e Valerianos, topi drejt Mensa. Loran. Triqet Bregu, kërkon kombinimin me Gudjabi, kupton gjithçka. Mensa, mëtej Pacacia. Pasim jo i sakt. Drejt Fernandes, kontrollon gjithçka Bruno Dita. Shohim pra këtë vendosje është Valerianos, mbrojtësi i krahut të majt, të cilin jemi mësuar ta shohim aty që luan në qendër sot të Tirana.
në krahun e majtës postuar Vera dhe këtu kemi dy ndryshime poziciones. Rimal Haxhiu luan në krahun e djathtë të mbrojtjes, është një rol që ai e ka kryer më herët në karrierën e tij, ndërsa Soler postohet tek pozicioni i tij më natyral përpara mbrojtjes. Padde Roberto Bordin nuk ka statistika absolutisht të mira me Dinamo në dy ndeshjet e sezonit të kaluar kur drejtonte Elbasanin. Një humbje 2-1 në javën e tretë kur Dinamo drejtoi nga Arion Xhafa. Më pas, një javë më pas, erdhi Ilir Daja në drejtim të skuadrës. Dhe në përballjen mes të dyve ishte fitore Dinamos 5-0 në nëntor të vitit të kaluar. Shohim ndërkohë Fernandez brenda zonës provon këtë top i prekur nga Teqja, do të jetë goditja e parë nga këndi, provon të shfaqet kërcënuese Tirana. Do të shkoj të arkoj Haxhiu. Topi i tij drejt për drejt në duart e portierit Teqja, që kontrollon me qetësi tani. Pasimi i shkurtër te Dita. Shohim mesazh të betet peka e referimit në sulm. Tabeku dhe Fernandez luajnë pak më të spostuar në krah. Pacacia pas tyre, edhe kemi Soler dhe Rafael që luajnë përpara mbrojtjes. Dy lojtarë shumë cilësor më falni edhe në përpunimin e topit. Jaku është tani kapiteni i Tiranës, pasonte Pacacia. Haxhiu që është apritet shpesh të shoqërojë aksionet sulmuese. Pasimi tek Mensa ka qenë pozicion jashtëtoje, por kanë lejuar avantazhin arbitrat sipas sinjalizimit të Ansorit Havdo. Nasser Ali. Dita. Vrapon Maliqi. Maliqi ryn Vera mjaft mirë, duke fituar dhe nivelin ansore. Ja, dhe Ilir Daja në krahun tjetër i menduar. Kujtojmë ka drejtuar Tiranën në periudhën tetor 2015 nëntor 2016 në 37 ndeshje, 16 fitore, 14 barazime dhe 7 humbje. Goditje dënimi tani në favor të Dinamo, se kryen Gudjabi, topi tek Ali. Qëndron në mes fush Gudjabi, ndihmon qendërmbrojtësit e tij. Këtë manovër të Dinamos, fiton metra Dita tani. Nani, Qefalia, vjen dhe Maliqi që harkon të top të lartë, provon Lorenzo Villa me kokë, shtyll dhe është rivënie fundore. I pak kënaqur Bordin me të tillë një manovër prej Dinamos në këto momente. E budhëzim me Daja tani tek të tillët. Shohim momentin e fundit të aksionit me Lorenzo Villën që kërkon një kënd të largët portës Tafas. E ka gjetur më të largët se sa ka menduar, por për fare pak. Fernandez, Pacacia. Valerianos. Soler për te Vera. Soler. Valerianos. Soler. Rëzohet Gudjabi, faul i shkaktuar nga kapiteni i Tiranës tani. E këtu Valerianos me forcë arrit të neutralizojnë në thonjza portugezin Nani dhe të fitoj këtë rivënie fundore.
Tafas shkelmon. Me kokë Mensa. Kontrollon më tej Ali topi të Loran. Tabeku ndrojnë për Tiranën. Soler, Rafael. Valerianos. Leshi me këtë top drejt thellësis. Provon një herë të kontrolloj. Ali është pozicion jashtë loje. Ali. Bregu. I sulmuar nga Valerianos, topi kthet dhe njërë në këmbët e Vlonjatit që rotullohet këmbgul. Dhe fiton një faull, ka vëshëlluar Xhaja, duhet të ndalet loja. Malici. Nani. Malici. Qefalia. Harkimi të majtën është i fortë. Duhet të ndërhyjë këtu Tafas. Vjen goditja e parë nga këndi edhe për Dinamon tani. Shëm ka qenë një ide Harkimi, por topi ka shkuar shumë pranë portës. Mund të qenë dhe goditje në fakt. Gjithsesi vëmendshëm Tafas. Largon në goditje këndi. Topi që harkohet në shtyllën e dytë. Rafael provon të nxjerrë Tiranën tani. Ka ndërhyrë Nani, rivënia anësore përpara dhe blut. Kujtoj sezonin e kaluar të 4 ndeshjet u luajtën jashtë kryeqytetit me Spalve. Ajo e tetorit, Tirana Dinamo 0-0 në Vlorë. Stadiumi flamurtari. Ajo e dhjetorit, Dinamo Tirana 2-1 në Elbasan Arena. Po ashtu si ndeshja e marsit, Tirana Dinamo 1-4, po në Elbasan Arena dhe në Rogozhin ndeshja e fundit mes tyre, Dinamo Tirana 0-2. E të fundit që kanë shënuar në një derbi janë pikërisht Rafael, lojtari brazilian sot titullar, dhe Jarmuni, një nga largimet e rëndësishme të Tiranës. Pra këtë këtij sezoni, Tirana që luan tani në prapavi me faullin e fituar nga Valerianos. Pra dy fitore të Dinamos, një Tiranës dhe një barazim në sezonin e kaluar. 64 në total, Tirana 36 barazime dhe 49 fitore në total. Dinamo në historikun me skuadrave që nis prej vitit 1950, kur Dinamo u shfaq për herë të parë kampionatin ton kombëtar të futbollit dhe e fitonte atë ndeshje 1-0. Vetëm një herë janë ndeshur në atë sezon referuar formulës. Shëm Soler tani që nuk kuptohet me askënd nga të tjetë, topi shkon drejt për drejt në rivënie fundore. E kanë plotësuar fanatikësat këndin e tyre, dëgjojnë në sfond si zakonisht. Shumë besnik të skuadrës së tyre në çdo moment, në çdo situatë. Shohim tu Tabeku provon të kaloj përpara, rrëzohet, nuk ka asgjë, ndryn Ali. Në Tenani rrëzohet dhe faulli i përket Dinamos. Protestat e lojtarëve të Tiranës. Nuk pranon diskutime Eugene Xhaja. Ka shkuar fillimisht tek topi. Në vera, më pas Rafael që ka parë gjithçka. Ka nisur të diskutim. Pra topi qëndron Nasser Ali tani. Dita. Ali. Loran i sulmuar nga Tabeku që merr mjaft mirë topin
vrapon Tabeku për te Mensa, e mban Mensa, kërkon dhe njërë ta kthejt e Tabeku, i cili brenda zonës se merr shumë keq, për më tepër ishte në pozicion jashtë loje. Topi shkon jashtë. Provoi Tirana në këtë moment. Tirana e cila një nga statistikat negative ka atë të golave të shënuar. Sigurisht jo vetëm në raport me golat e pësuar, por janë vetëm 2 në 4 ndeshje shumë pak. Një prej tyre e shënuar nga Tabeku në këtë stadium përballë flamurtarit. Atë barazim 1-1. Janë përplasur tani Vera dhe Nani. Janë të dy të dëmtuar, topi i përket Dinamos, nërsa në shumë dhe njëra aksionin e më parshëm, kur Mensa u vonua. Perfekte në lëvizje, pravavia e skuadrës Dinamovite. Kjo është ndërkohë përplasja tani mes dy lojtarëve që janë ende në tokë. Të pra 2 gola të shënuar dhe 6 të pësuar, minus 4 gola varazhi për Tiranën. Dinamo ka shënuar 3, vetëm ato të ndeshjes së parë, përballë Vllaznisë 3-1, fituar atëherë dhe në 3 ndeshje rresht nuk ka shënuar. Duke kaluar edhe sulmi Dinamos kështu në një shtërpësi në kampionat. Shohim ndërkohë Fernandes si provon të zbresë për Tiranën me shpejtësi, nuk i ndahet Maliqi, rrotullohet Spanjolli e lë pas Maliqin, gjithë që Fernandes me kundërshtarë arrin të pasojë tek bashkëkombësi Soler. Tani Rafael përpunon topin, afrohet Leshi, lojtari ardhur nga Laçi, kujtoni, Leshi me Laçi sezonin e kaluar, një sezon shumë i mirë i tij, i ndarë mes rolit të mesfushës dhe mbrojtjes. Shohim Pacacias tani, Gjergjiani për te Tabeku, vjen dhe Haxhiu, tani manovra e mirë e Tiranës, Haxhiu qarkon në zonë, Pacacias i godet teqja që zgjatët. Goditje nga këndi për Tiranën dhe ja ku vjen aksioni parë i bukur, interesant i skuadrës vendase. Kombinime mjaft të mira mes tyre, shikoni. Mëtej ky arkimi Haxhiut dhe Gjergjiani që godet sakt, nuk ishte shumë e fortë, por ishte një goditje nga ato që konsiderohen të hidhura, që më shkonte drejt portës, mund të ishte ngjitur me shtyllën dhe këtu teqja shpëton Dinamon tani. Të shohim këndoren. Topi arkuar drejt portës me Kok Karamba. Provon Pacacia, por e lë topin për vrapimin e Bregut, i ndjekur nga Rafael. Pret lëvizjen e shokëve Bregu. Lëvizin përpara Karamba dhe Villa, shërbehet i pari. Karamba provon ndoshta të kryejë dhe hapësirë për të goditur prej së largu. Por gabon dhe vonohet ndryn vendasit që e kthejnë topin tani te Tafas. Tabeku. Shon shumë nga këmbët, ndryn qefalia, më tej dita e kthen deri tek Aldo Teqja. Është kthyer sot në stol Elton Junior, autori i golit të dytë të Tiranës, atë përballë Vorës, atë humbje 3-1. Referuar një dëmtimi, konsiderohet një lojtar i rëndësishëm i skuadrës. Mungon Dembele, sigurisht shumë i rëndësishëm, mungon dhe Marku. Marku për arsye të kartonit të kuq të marrë përballë Ignatias javën e kaluar. Ende Guindo nuk është pjesë e skuadrës së Dinamos, nuk është as në stol sot. Me topin në duar Luciano Vera. Tjetër i vënia ansore për Tiranën, që fiton terren tani. Topi për te Mensa, ndryn qefalia mëtej Nani. Nani mungon në ndeshje përballë Byllësit, kujtoni, edhe ai ishte i ndëshkuar me karton të kuq në atë ndeshje me Teutën. Shumë i rëndësishëm portugesi provon me këtë top drejt zonës, kupton gjithçka Valerianos që ndryn sakt. Mensa me Kok. Ali Goudiaby. Bregu. Dërgon topin në zonën e Tiranës, por
pa u kuptuar me askënd prej shokëve të tij. Top që përhumbet në rivënie fundore. Kujtoj luhet në këto momente edhe Byllys Partizani në Ballsh, po për këtë javë të 5 habi Snedh Superiore. Elbasani Teuta në orën 19 para pas ndeshjeve mes këtyre orarave. Mos harroni emisionin Super Gol me Ygerta Sakun dhe të ftuarit në studio. Për gjithë gjerësinë e transmetimit të rrjetit radio televizionit shqiptar rreth habi Snedh Superiore. Shohim Bregun tani. Maliqi. Ali qarkullon Dinamo. Pa ritëm të lartë ndeshja deri tani, me përjashtim të disa aksioneve ku skuadrat provojnë të marrin pak agresivitet sulmues dhe befasues, siç po provon Dinamo tani me Bregun që kërkon kombinimin me Vilën, kupton gjithçka Vera. Largon Haxhiu. Me kokë mjaft mirë Ali. Gudjabi Nani. Luan mirë Nani, kthen topin te Qefalia. Dita. Loran. Topi gabuar, do ryn në Pacacia. Kalon mirë ndaj Qefalies. Topi më tej për te Mensa, që provon gjithmonë të jetë problematik për mbrojtjen e Dinamos. E mban topin Alfred Mensa. Nuk nxitohet, kthehet te Soler. Haxhiu. Tabeku. Kalon Tabeku, përsërisht në shën topin nga këmbët, është e disa ta herë. Tu Mensa provon goditjen, pozicioni është loje, nuk vlen asgjë. Plani parë për Mensa, një lojtar që vrapon shumë. Është gjithmonë në kërkim të topave që shkojnë drejt thellësisë. I duhet pak më shumë kujdes në momentet e fundit, pasimet e fundit. Loran. Karamba. Ali. Maliqi. Në mbyllur 20 minuta loj. Nga një mundësi e mirë të paktën për secilën skuadër, me dy ndryrje të portierëve Tafas dhe Teqes. Shohim ndërkohë Qefalia provon edhe një herë për Dinamon. Fernandes. Në duelin e vazhdueshëm të tij me Maliqin, i fituar tani nga mbrojtësi Dinamos. Edhe një herë Maliqi. Qefalia për te Gudjabi. Qefalia. Topi drejt Vilës. Ryn Valerianos mjaft mirë që po luan mirë deri tani në qendër të mbrojtjes. Ali. Bregu. Bregu me skundërshtarësh, provon të kaloj. Erimer Dinamo topin me Ali tani. Gudjabi. Maliqi. Dita për të Ali. Karamba. Të shohim Vila. Vila provon goditjen, top që bllokohet. Nuk ishte shumë hapësirë aty Tabeku, ndërkohë provon të nxjerrë Tiranën. Arrin të fitojë një rivënie anësore, por din duar troket të tjetë për mënyrën se si u mbrojtën. Edhe për mënyrën se si tentua të dalin, duke mbetur në zotrim të topit me këtë rivënie anësore tani. Topi kthyer te Tafas. Leshi. Topi ti drejt Mensa. E ulla Dita. Rikuperon Tirana, Tabeku.
Një pasim tërësisht i gabuar, lehtësisht i kuptueshëm nga Maliqi. Qefalia tani. Maliqi, Nani, Gudjabi. Nani, kombinimi me Qefalian, mjaft mirë, Dinamo, Nani për Dazonës, ka hapësirë, provon pasimin e i devijuar. Goditje nga këndi për Dinamon. Ndoshta në gjysmë kohë e vonesë pasimi portugezit në vijim të këtij kombinimi mjaft të mirë të lojtarëve të Dinamos. Shikoni këtu, ka dashur të jetë më preciz në pasimin e tij, por ndoshta duhet pak më shpejt. Shikoni Karamba, po ashtu dhe Vila që pristin një top aty pranë portës. 2-2 goditjet nga këndi. Radha për Dinamon tani. Me arkimin e Bregut. Gudjabi me kokë dhe 1-0 Dinamo. Minuta e 24 dhe Dinamo ka kaluar në avantazh me mesfëshorin e saj Bakari Gudjabi. Dhe me njerë fillojnë të ndihen tifozët e Dinamos, ata janë kryesisht në tribunën kryesore. Sigurisht që absolutisht nuk e tradhton mimika, thuaj se asnjëri lir dajen. Dhe pëson Tirana golin e saj të 7 në këtë kampionat. E shohim goditje standarde, arkimi Bregut, asist për Vlonjatin dhe Gudjabi mjaft mirë. Shkëputet niset i vetëm, shikojeni pra, niset i vetëm në atë lëvizje të tij për të shkuar më pas për të goditur. Është i vetëm Gudjabi. Të shohim tani se çfarë do të sjellë në vimin e lojës ky gol i Dinamos. Reagimi i Tiranës sigurisht i pritshëm, i detyrueshëm. Mund të jap një tjetër të rit të ndeshjes, jo vetëm të bardhë dhe bluve. Rinisi lojën tani me Leshi që kërkon topin drejt Mensa, e ul me kokë, më tej Pacacia. Pretendon se ka marrë një goditje për lojë avion. Dita. Ali. Është rëzuar Karamba, është rëzuar Mensa. Lojtari Dinamos ende në tokë. Lë avion dhe Dita e nxjerr në rivenin ansore për të ardhur në ndihmë. Numrit 17, Gassama Karamba. E shem dhe njerë, ky është momenti kur ai është dëmtuar. Gol i parë për Gudjabin në ndeshjen e tij të 59 në kampionatin ton. Ja, dhe presidenti Tiranës, zoti Refik Halili, tribunën kryesore të stadiumit Selman Stërmasi së bashku me Ardian Bardhin, presidentin e skuadrës së Dinamos, të dy së bashku, kanë bërë të mundur që të dyja këto skuadra, pra të drejtuara tashmë prej tyre, të kthehen të luajnë në kryeqytet me riparimin në një farë mënyrë të Selman Stërmasit. Rifillon loja, topi të Teqa. Triqet Bregu. Karamba. Mjaft mirë pasimi për Delora në një korridor që gjen kështu brazilianin e krahut të majt, i cili provon të harkojë me njerë në zonë.
i mbyllur mirë nga Leshi dhe menjëherë Tirana niset dhe shikoni pra se si me ritëm sfida tani. Mbyll Gudjabi një pasim që shkonte drejt Mensas, topin e ka Dita. Ali. Loran. Karamba. Kombinojnë të dy. Mëtej Bruno Dita. Gudjabi. Duri me kokë Qefalia, më pas Maliqi. Nani. Qefalia kthehet pas deri te Gudjabi që mbetet i fundit i Dinamos me të gjithë të tjerët që provojnë të fitojnë pak teren. Ja, Ali tani edhe njërë te Qefalia. Maliqi. Sërish Maliqi. Provon të lëviz mirë në krah, Arkimi ti në qendër. Shumë pranë portës, ndryt Tafas. Valerianos. Edhe njërë mbrojtësi grek kthehet e Tafas. Shkelmon drejt Mensa, ndryn me kokë Dita, rivënia ansore për Tiranën. Me kokë dhe njerë Mensa, mbyll Gudjabi me forcë, Gudjabi mjaft mirë, Gudjabi mbron këtë rivënie fundore. E shohim dhe njerë. Dita. Ali. Bregu. Nani vrapon shumë, Maliqi për të mbi vendosur në krahun e djathtë. Portugezi shkon në qendër me një tjetër arkim interesant. I larguar jo pa vështirësi, jo pa alarm nga lojtarët e Tiranës në rivënie ansore. Që do ta kryej Lora. Gabojnë tani lojtarët e Dinamos. E dorëzojnë rivënien tek kundërshtari, do ta kryej Rimal Haxhiu. Pacacia. Fernandes. Vrapon vetë Fernandes, shoqëron në aksionin Vera. Duhet të kthehet tek e djatha që është këmba e tij. Bllokohet në këtë tentativë Harkimi, mëtej vjen Soler. Tabeku. Pacacia. Fton Rafael me këtë goditje devijon Dita. Goditje nga këndi për Tiranën. E cila i ka provuar edhe ajo mundësitë e saj. Është në njerë goditjen e Rafael, është i goditës si mirë braziliani. E shkon Haxhiu të harkoj tani. Ka përplasjet pa lejuara në zonë, pa u nisur topi. Do të kemi udhëzimet e Xhajës ndaj lojtarëve. Kryesisht Mensa dhe Qefalia janë ata që
Kanë komunikuar me Xhajën, do të harkoj tani Haxhiu. Topi në zonë, i larguar nga Karamba. Këtu harkimi i lartë në zonë, më tej pozicion jashtë loje. Edhe pse topi shkoi jashtë, nuk do të vlente aksioni i Tiranës. Do të lirë për Dinamo, nis lojën Teqja, topi te Dita. Maliqi. Topi ti i gabuar. Rivini fundore për Tiranën. Eshem dhe njerë këtë moment dukshëm. 4 lojtarë të Tiranës në pozicion jashtë loje. Ka mbetur në tokë në këtë moment Ali. Tirana avion aksionin. Kthehet Gudjabi të mbyll boshllëkun e Aliit në zonë, ndërsa avion këtu Fernandez me këtë top të ulët, i larguar nga Dita, i larguar dhe nga Maliqi. Në rivënie anësore, Ali është në tokë në mesin e fushës. Dhe do të presim stafin mjekësor të Dinamos tani, por fillimisht duhet të shkojë Eugene Xhaja. Ku është Naser Ali, shumë i rëndësishëm për Dinamon. Ndoshta shumë dhe se sa mendoj me ardhjen e tij. I spostuar siç dihet tash, mos e kemi thënë shpesh nga krau i majt i mbrojtjes në qendër. Sa pat edhe tifozët fanatik të Tiranës këtu shohim në një tjetër këndvështrim brazilianin Silvinho që drejton ekipin ton kombëtar. Sigurisht nëse do të bëj fjalë për element të vëzhguar prej tij, do të ishin në radhët e Dinamos më së shumti, sepse kujtoj tek skuadra e Tiranës janë vetëm 3 lojtarë shqiptar sot në formacion, që është portieri Tafas, është Haxhiu, është dhe Leshi. Ali është një lojtar kontingjent i kombëtarës edhe në këto momente. E ngrihet dal jashtë vijave të lojës, të shohim se momentalisht apo jo, sepse Ledio Beqia është gati te Dinamo. Ali duket se do të rikthehet, por Ledio Beqia është gati. Nuk e di nëse ka probleme dikush, do të shohim këtu. Kryen rivënien anësore Tirana. Topi në zonë, i larguar në një tjetër rivënie anësore. Ali i kthehet, Beqia, të shohim nëse ka marrë në një goditje Karamba pak më herët në atë përplasje të tij. Tjetër rivënie anësore për Tiranën, e kryen dhe një herë Vera, largon me kokë Maliqi. Valerianos kthehet te Leshi. Leshi për pak gabon, por për fat të tij topi shkon në këmbët e Haxhiut. Pacacia. Dhe do të largohet Gudjabi, është ai dëmtuar. Çalon Gudjabi, këtu Tabeku, topi në qendër, provon Mensa, rrezohet Mensa. Tirana kërkon 11 metrash, por është faull në sulm. Protesta bardhë blu Bordin që komunikon me Amitin, arbitrin e 4. Gjithë tifozët e Tiranës kërkojnë 11 metrash, ka mbetur si Mensa edhe Aldo Teqja në tokë. Kujtoj, Gudjabi i dëmtuar, autori golit do të dalë tani nga fusha e lojës, do të sfundsohet nga Beqia. Dhe sa pam edhe njerë momentin e rrëzimit të Mensa. Shohim edhe njerë të moment, ky top në zonë, Mensa që shkon te topi, duket në këtë moment. Këtu tani sigurisht që ka element për sistemin VAR. Duhet të kemi një përplasje kokë më kokë mes të dyve. Jo, ka marrë një bryl Teqja nga dinamika e lëvizjes së Mensa. Mbetur portieri Dinamos në tokë, Mensa është ngritur. Vijojnë tifozët e Tiranës të pretendojnë, ndërsa Leshi diçka diskuton me Bordin. Është i pak kënaqur, nuk e di nëse me dikë nga të tjetër. Ne shohim dhe rishohim nga disa këndvështrime nëpërmjet regjis këtë moment, që sigurisht shihet edhe në dhomën e sistemit VAR, ku janë Olsion Yzeira edhe Andi Koçi. Është ngritur Mensa, ngrihet edhe Teqja tani. Është akorduar, kujtojmë, nga Eugene Xhaja një faull në sulm. Pra kështu ndërprer loja.
do të largohet ndërkohë Gudjabi, autori golit në minutën e 24, Bakari Gudjabi i lëvëndin Ledio Beqes. Tani nuk ndryshon asgjë për sa e përket vendosjes. Sigurisht me të drejtë regjia na kthen në vëmendje golin e shënuar prej tij. Goditje mjaft e bukur me kokë e përgëzon Daja. Pra ndrimi parë për Dinamo në minutën e 38. Dita tani. Edhe njerë me qetësi kapiteni Dinamos, topi te Ali. Dita. Ali. Lëvizmir krijon hapësirë vetvetes, për te gabon pasimin. Ndryn Soler, ja dhe Rafael. Rafael, një pasim Kuturu. Pasim Kuturu. Askush nuk unis në krahun, ja dhe ta beku me të drejtë për më shenjë se ndoshta duhet pasonte në krahun tjetër. Loran. Beqja, edhe Beqja vjen pasi dëmtimi. Mungoi dhe në ndeshje ndaj Pylysit, sepse ishte në stol, nuk e kishte të mundur të luante. Sot është kthyer, tani ka mbetur në tokë ai dhe Rafael vion aksionin e Tiranës. Ta beku me vështirësi provon ta mbaj Haxhiu tani. Krahun tjetër drejt Rafael, ndryn me kok Maliqi. Rivënia ansore, do të kemi një karton të verdh për Beqen. Leo avantazhin Xhaja tek momenti më parshëm dhe sa po futet në fushën e lojës. Ledio Beqja do shkohet me karton të verdh. Për këtë moment u dëmtua edhe vet. Rafael. Vera, Fernandez, Karamba ndryn. Qefalia kërkon vrapimin e Bregut në duel me Haxhiun. Mbrojtësi i Tiranës është shumë i shpejt. E kthen topin te Tafas. Jemi në 5 minutat e fundit të pjesës parë. Tirana 0, Dinamo 1. Goli Gudjabit në minutën e 24. Tabeku. Topi dorëzuar tek Ali që e lexoi mjaft mirë idenë e kundërshtarit. Dita. Maliqi. Bruno Dita. Maliqi. Ali. Minon me shokun e repartit. Kapitenin Dita. Do për Maliqin që duhet të vrapoj aty e ul më tej Vila për te Nani. Provojnë kombinimin mes të dyve. Valerianos se kupton, vendoset, fiton faul. Do ta nis lojën Tafas, i fton të gjithë të shkojnë më përpara tani. Bregu. Bregu. Kombinimi me Nani, Bregu brenda zonës, Bregu provon këtë top në qendër për te Vila. Shumë pranë portës, nuk arrin ta dërgojë në kuadrat. E dërgon jashtë Lorenzo Vila. Tabeku. Topi te Rafael, më tej Soler. Vera. Rafael. Soler. Qarkullon Tirana. Provon në krahun e majt, por ndryn Maliqi, më tej Qefalia.
Mes Rëmujës provon të largoj Maliqi, dëryn në Rafael Vion. Moment konfuz, mëtej Nani. Provon të vrapoj ka hapësirë portugezi, është i shpejt Nani. Gjetje Nani, provon të njërë të marrë krau. Nani provon të shkoj deri në fund, Valerianos me shumë mjeshtri e mbyll me trup dhe fiton një rivënie fundore. Vera, Fernandez. Valerianos. Rafael. Soler. Topi gabuar, rivënia ansore. E kryen Loran. Kalon mirë mes 3-4 kundërshtarësh, Loran rrëzohet, është faul. Stafi Dinamos kërkon karton tani. Dhe është karton i verdh për numrin 5 të Tiranës, Leandro Leshi. Do shta dhe pak i rrituar në atë kalim të kundërshtarit. Shikoni këtu, Loran kalon 1-2 dhe mëtej Leshi e ndalë kështu. Ali. Dita. Ali. Minuta e fundit e kohës rregull në pjesën e parë. Tu Loran. Nuk ka të mbajë në zotrim, është rivënia ansore i përket Tiranës. Me topin në duar Imal Haxhiu. Ndryn Dita, rivënia ansore dhe njerë për Tiranën. Me Kokali. Cefalia, topi për te Lorenzo Villa. Villa. Fiton goditje nga këndi. Është e treta në të dytën, Dinamo shënoi. Shën edhe njërë topin devijuar nga Leshi. Dhe shkon Cefalia tani. 3 minuta për të rikuperuar në fund të kësaj pjese të parë. Minutazhi ka nisur. Topi luajtur jashtë zonës të Bregu, që kërkon kombinimin me Alin, pasim joj sakti Alin. Lojtarët e Tiranës se largojnë, mëtej Cefalia harkon në qendër, goditja me kokë. Sërish e rrezikshme e Dinamo, sërish e një goditje me kokë. Shkon jashtë tani e provoi Beqja, ai që zëvendësoi Gudjapin. E shohim edhe një herë. Sërish pranë golit Dinamo. Provon Tirana, Pacacia, topi dorëzuar te Cefalia. Kërkon topin te Nani, e mban portugezi, mëtej Villa. Brenda zonës mes 3 kundërshtarësh, Villa ja marrin. Shtvera. Vrapon Mensa. Dhe rivënia i përket Dinamos. Loran. Ledio Beqja. Cefalia. Edhe njërë Cefalia. Minon me Beqjen. Dita tani. Qarkullon Dinamo, nuk nxitohet. Kërkon më së shumti të ruaj këtë avantazh, mos të rrezikoj asgjë. Këto sekunda të fundit që kanë mbetur nga pjesa e parë në mënyrë më absolute është shumë e rëndësishme. Loran tani. Ja Beqja që e neglizhon në një farë mënyrë këtë top, por rivënia ansore i përket dhe njerë Dinamos
Dhe është Mensah në tokë. Është Mensah në tokë. Ndal lojën Eugene Xhaja. Ndjen një shqetësim, duke shpresuar sigurisht që mos të jetë asnjë referuar shenjës Mensah është shqetësuese. Është momenti kur ka ndjerë diçka vetë Mensah dhe kjo e bën shqetësuese situatën. Sigurisht që ne tani do të presim ndarjen mes pjesëve për të kuptuar nëse ai do të mund të vijojë apo jo. Në mënyrë më absolute Tirana nuk do të kryejë tani një ndrim, por ne shpresojmë që Mensah të vijojë. Del kështu gradualisht Mensah, i ardhur nga Vllaznia në ditët e fundit të merkatos tek Tirana pas një mbipapullimi në repartin e sulmit tek skuadra shkodrane. Mensah u kthye në kryeqytet ku më herët ka qenë lojtar i Partizanit, akoma më herët lojtar i Skënderbeut në kampionatin tonë. Qefalia tani. Ali. Beqa. Nani. Nuk ka më kohë, mbyllet këtu pjesa e parë, Tirana 0, Dinamo 1, e cila vjen tani dhe nis pjesa e dytë. Tirana Dinamo kujtoj 0-1 nga një zvendësim i detyruar për të dyja skuadrat. Ali. Dita. Beqa. Maliqi. Dita. Ali, kombinim me Bregun që të rriqet aty në krah. Mëtej Dita. Me reshje shiu shoqëruese kjo pjesë e dytë në Selman Stërmasi. Shohim ndërkohë Rafael Tabeku. Rafael Pacacia. Nxjerr topin për te Soler. Soler ka hapësirë, provon goditjen. Jo me mira e mundshme. Ali. Dita. Ka bë pasimin topi që i kthehet mëtej Tabeku, e merr Tirana. Tabeku, topi arkuar për Taren. Mundësia e parë nuk arrin të devijojë Këmkull Fernandes. Bllokohet që në nisje nga Maliqi në idenë e tij. Provon edhe një herë spanjolli të marrë fundoren. Fernandes. Vera. Rafael. Mban mirë topi tani, kthehet te Leshi. Tabeku. Ka larguar Karamba. Tabeku. Leshi për te Soler. Valerianos. Vera. Të rriqet Tirana për të rinisur me ide të tjera apo më së shumti me hapësira të tjera. Kërkohet topin në thellësi pikërisht për Taren që mundi kërkohet të bëj pikën e referimit referuar edhe cilësive fizike të tij. Këtu Karamba tani e mbyllur një moment nga Rafael. Ali. Dita qarkullon Dinamo në prapavi. Bruno Dita. Maliqi. Nani. Ryn Soler. Mjaft zgjuarsi këtu kapiteni Tiranës, zotron topin. Fernandes. Vera. Tabeku. Top në zonë pikërisht për Tabeku.
Një goditje fluturimthi shumë e bukur, Teqja i ndodhur në pozicion devion. Goditje nga këndi për Tiranën, tjetër ndërhyrje e mirë e portierit të Dinamos Aldo Teqja. Goditja e katërt nga këndi për skuadrën e Tiranës. Shem dhe njerë mundësin shumë të mirë të bardhë dhe bluve, por i vendosur aty në shtuën e parë. Teqja shpëton dhe njerë skuadrën e tij dhe shohim një tjetër lojtar të Dinamos që ka probleme tani. Të shohim goditjen nga këndi. Topi lart në zonë, ka larguar me kokë Ali që provon të nxjerrë Dinamon më tej. Karamba, aksioni shpejt, Vera ka ndryrë me faull dhe kartoni verdh për mbrojtësin e Argentinas. E shem dhe njerë dhe përsëritur ka ndalur vrapimin e portugezit dhe ja këtu ndëshkohet me karton të verdh Luciano Vera në minutën e 50. I dyti lojtar i Tiranës ndëshkuar me karton të verdh. Maliqi tani kthehet deri tek Teqja. Ali Karamba, Loran, Dita, Beqja, vrapon dhe Valerianos në kohën e durë mbrojtësi grek. I limiton ndjeshëm dëmet në një rivënie anësore. Vion udhëzimet Ilir Daja. Topi Maliqit direkt nga Ansoria në zonë, largon Vera, më tej Loran, tani Dita. Ali kërkon lëvizjen e Bregut, për topi shumë në qendër, drejt për drejt në duart e portierit Tafas. Valerianos, Vera, Tare, Fernandez. Kalimi miriti nuk kuptohet këtu me Taren. Ryn Beqja, më tej Qefalia. Vera që rikuperon mjaft mirë dhe fiton dhe një rivënie anësore. Vini edhe dëndësimin e shiut në këto momente Selman Stërmasi. Merr vrull Luciano Vera. Ryn me kokë Qefalia. Karamba dhe njerë Qefalia. Topi që ka prekur Eugene Giant. Ndalet loja, do të shkoj dhe njerë në zotrimin e Dinamos. Ali. Karamba. Bregu i shumë shëtitur në fush. Bregu shkon të Nani tani pranë zonës portugezi. Harkimi ti, kjo goditje me kokë, 2-0 Dinamo. 2-0 Dinamo, Lorenzo Villa, autori golit të dytë në minutën e 53. Një aksion shumë i bukur i lojtarëve të sulmit të Dinamos. Pa pik referimi, Dinamo luan kështu me lëvizshmërinë e lojtarëve të saj, me Bregu që thamë është shumë shëtitur. Tryqet Bregu e hap topin te Nani. Harkimi shumë i zgjuar i portugezit, pikërisht në korsinë e vrapimit të Lorenzo Villës që vjen duke goditur me kokë, 2 goditje me kokë të sakta, një nga goditje standarde dhe një në lojë sipër. Dhe tani Dinamo dyfishon rezultatin. E shohim edhe një herë. Shikoni se si kalon aksioni nga krau i majt në qendër te Bregu që pason te Nani dhe me njerë
Shikon lëvizjen në Lorenzo Vilës, harkimi perfekt, goditja perfekte. E 2-0 që sjell edhe dëmësi problemesh te Tirana përveç dëmësisë së shiut këtu në kryeqytet tani. Provon Soler, duke mbandur topin në zotrim, është rivënia ansore për blut. Plani parë për autorin e golit, pra Lorenzo Villa. Goli parë i tij në këtë kampionat. Kryen rivënien ansore Maliqi. Soler. Leshi. Tabeku, i sulmuar nga Lora. Mbetet në kontroll të topit lojtari i Tiranës, që më pas fiton edhe faull. Për fanatiksat edhe në dëndësinë e shiut që ndrojnë në vendin e tyre ndryshe nga tifozët e tjerë në tribunën përballë. Shkojnë të grumbulluar në strehën e krijuar prej pemëve aty. Tabeku, tjetër top në zonë. Këmbul Rafael, Matej Fernandez, sigurisht që Tirana duhet të reagoj. Adi duhet një reagim i shpejt tani. Koa ikën në disfavor, Rafael dërgon një tjetër top te Tabeku, provon dhe njerë Tabeku tek e majta, tjetër goditje, kërkojnë penalti dhe është penalti. Ja ku vjen reagimi në minutën e 56, topi prekur me dorë, thot Eugene Xhaja, proteston Dita, ne do ta shohim, ashtu si dhe arbitrat në dhomën e sistemit VAR. Do të presim sigurisht. Eugene Xhaja ka qenë pranë aksionit, edhe pse kishte një dëndësi lojtarësh zonën e Dinamos. Tabeku shumë i rrezikshëm, pak më herët i shkoi pranë barazimit me një goditje të fortë. Tani me këtë top nga Rafael, sërish i rrezikshëm, provon edhe një herë goditjen. Është vetë Bruno Dita që topin e ka prekur me dorë në mënyrë të padiskutueshme. Një rregull kur dora është mbajtëse për lojtarin, për mos të rrëzuar, pra që qëndron në tokë, konsiderohet në ato jo natyralet. Sigurisht nuk kemi tërësisht në ato kushte, duhet një gjykim profesional. Është vendosur, pra për 11 metrësh, është vendosur për 11 metrësh dhe Tirana mund të kthehet tani për të rihapur rezultatin. Pacatësia e merr përsipër. Pra bati Aldo Teqja që deri tani ka bërë një ndeshje sërish, pra një ndeshje shumë të mirë. Niset Gjergjani, goditja e tij në rrjet, 2-1. Tirana ka ngushtuar në minutën e 57. Pacatësia. Me njerë vinë reagime mimikash, dërsa Tabeku ka nevoj për të ndruar këpucët e tij, referuar rrëshqitshmërisë së terrenit tani me shtimin e shiut. Shohim dhe njerë goditjen perfekte. Numri 10 i Tiranës, Conde Pacatësia. Tabeku ende jashtë vijave, niset Dinamo tani. Ali Dita, Ali Loran, harkimi në zonë Bryn Soler, Matej Qefalia që gati për plasit me bregun, largon topin Haxhiu, por thjesht largon. Tabeku tani kthehet në fushën e lojës, shumë i rëndësishëm deri tani. Maliqi, Dita,
Edhe njërë Bruno Dita. Topi në thellësi, Valerianos ndryn mirë. Leshi. Tabeku. Soler, provon dhe një të vrapoj Tirana përpara, vrapon dhe Bordin pranë stolit të tij për të dhënë një shtys lojtarëve. Ja ku është Fernandes, kërkon kombinimin me Tabeku. Harkimi mëtej i larguar nga Loran. Këmbgul Tabeku. Edhe një përplasje me Karamba, loja që vijon. Dhe është zgjuar dhe më shumë Tirana me këtë gol të parë të saj, treti në këtë kampionat. Ka mbetur Nani në tokë dhe Dinamo kërkon faul. Loja vijon, topin e ka Soler. Fernandes. Rafael. Soler. Vera. Valerianos. Leshi. Pacacia. Valerianos. Gati Elton Junior për Tiranën. Do t'jenë 3 zvendësime. Do t'jetë edhe Vogli. Do t'jetë edhe Holuan. Përsa Dinamo nuk ka rinë të konkretizoj këtë kundërshpritje. Ka bon dhe Tirana topi që shkon në rivënie fundore në krahun tjetër. Gati për zvendësime do të largohet Rafael. Në loj Elton Junior do të largohet Fernandes. Dhe në vendin e tij Vogli. Falaje. Plava bon ajo Mipo. Largohet autori golit Pacacia, i pak kënaqur me zvendësimin apo me diçka tjetër. Një komunikim pak në distancë edhe me Bordin. 3 zvendësime të menjëhershme tani Tirana në minutën e 61 të shkojnë në 4 të tilla për Bardhe Blut. Provon në këtë moment të mirë për skuadrën. Bordin të japë dhe një shkundje pra nga Stoli. Vrapon Loran. Ka ndryrë Tabeku. Nuk ka faul, pretendon Tirana tani. Topi kthyer te Dita. Ali. Dita. Cefalia. Dita, Ali. Mbyll Haxhiu, që fiton dhe këtë rivënie fundore. Niset me shpejtësi Tafas për te Valerianos. Elton Junior. Topi te Valerianos. Vera. Në krahun e majt. Luciano Vera. Arkimi me të djathtë. I larguar nga Dita këmbgul Soler. Shojmë dhe njerë Tirana tjetër kalim nga krahu i majt.
Topi në qendër pranë portës, rrezikshëm mëtej. Vogli vjen Haxhiu që godet Futurinfi. Topi bllokuar këmbgul Vogli. Edhe një herë Tirana. Ja dhe kjo goditje edhe Teqa sërish shpëton skuadrën e tij. Fala ajo pranë golit tani. E shëm dhe njerë, momentin e fundit, fala je, Oluvabori, goditje nga këndi, e pesta për Tiranën, topi lartë në zonë, kjo goditje me kokë, jashtë. Ky është momenti Tiranës, janë minutat e saj, sidomos pas golit të minutës së 57. Edhe njerë vendimtar Teqa. E shpëtuar skuadrë e Dinamos nga e tjetër mundësi e bardhë e bluve. Që jep mundësi skuadrës të rrinë në avantazh. Maliqi tani një top që do të bëj llogarit edhe me terrenin pak të rënduar në këto momente. Rrin me kokë Leshi, rrin me kokë Soler, e ul Maliqi. Dita. Shkon për para kapiteni i Dinamos. Topi te bregu tani. Karamba. Ndalet në hyrje të zonës. Tare, Tabeku. Edhe njërë Tabeku provon kalimin në krahun e djathtë. Nuk i ndahet Bruno Dita. Qëndryen do të ketë tjetër goditje nga këndi për skuadrën bardhë e blu. Protagonist edhe të Tirana Kameruna si Serge Tabeku. Shojmë, Harkimi, Soler, i lartë sërish, mbi të gjithë. Dita ka larguar, këmbgul Tirana, tjetër top, në krahun e djathtë ku vjen Haxhiu, topi fort në qendër, e pa besueshme, Tirana shumë pranë barazimit, Oluvabori shkon vend të port, topi shkon në krahun tjetër, rivënia anësore. Moment shumë i mirë për Tiranën, që provon të gjithë grindën e saj, karakterin e saj, të gjitha fuqitë e saj. Shikoni këtu se sa pranë ka qenë goli të barazimit, vuan Dinamo në këto momente. Ka ndryrë sërish Teqa që e ka nxjerrë lojtarin kanadez nga ajo trajektore. Shohim top i lartë dhe njerë në zonën e Dinamos. Provontare kërkohet tjetër penalti. Top është një top që është devijuar, do tjetë goditje nga këndi, është e 7 për Tiranën. Rritur ndjeshëm. Presioni i vendasve tani, e quajtur vendas sigurisht sot. Elton Junior me këtë top në shtyllën e parë. Top që i kthehet ati në zotrim. Provon sërish, top i lartë. Mes Rëmujës, mbetet aty të shojmë. Provon Tirana, Tabeku. Ikën topi nga kontrolli, rivënie fundore. Gati për 3 zvendësime Dinamo, Faruku, Qardaku dhe Meksi. Momenti zëvendësimeve. Do të largohet Karamba. Do të largohet Maliqi, pra sigurisht Meksi për Maliqin. Qardaku do të zvendësoj Karambën. Dhe të shohim kush do të lërë vendin Farrukut. Plani parë për Bekim Maliqin. Mbrojtësi djathtë në këtë zvendësim me Meksin.
Do të largohet edhe Nani. Dhe në vendin e tij do të jetë Farruku. Nisë Dinamo, kërkon sigurisht edhe Daja të freskoj pak skuadrën, pse jo të ulit e pak ritmin e kundërshtarit me këto 3 zvendësime. Pasi kaloi vërtet momente të vështira zona e bluve, që janë tani me topin në zotrim është Bruno Dita. Ali, edhe njerë Dita, përprovon ndoshta Tirana të rregullojë dhe pak frymarrjen tani. Ja ku shkon Tare në pressing të Beqja, ky të Meksi. Ndryn Vera, me topin e lëshuar shumë përpara. Ty ku është i vetëm Dita, që thjesht largon. Vogli tani. Provon dhe njerë Tirana, Tabeku, i vendoset Haxhiu. Gatrojnë pak të dy, por rivënia e përket edhe njerë skuadrës së Tiranës. E kryen Haxhiu. Junior, Soler, Vera, përplasje mes tij dhe Lorenzo Villës, të dy të dëmtuar, faulli përket Tiranës, do të ketë karton të verdh për Villën. Përplasje e fort mes dy lojtarëve. Kemi hyrë ndërkohë në 20 minutat e fundit të kohës rregull. Tirana 1, Dinamo 2. Gudjabi dhe pikërisht Villa, autor të golave për Dinamo, dhe me 11 metrë shpacatësia për Tiranën. E kushtuar rezultati duke mbajtur gjithçka të hapur momentalisht. E shohim edhe një herë, ndërsa ka dhe nervozizëm mes lojtarëve. Thritet Valerianos. Laxhaja e shohim dhe njerë të përplasje. Ka shkuar te topi me sa duket Vera. Nuk duket diçka e qëllimshme nga Villa në këtë moment. Këshillohet mbrojtësi grek. Ngre duke çaluar Luciano Vera. Kjo është ecja e tij. Me sa duket vuan tepër. Të shohim tani. Do të dënimi për Tiranën që do të dërgojë një top drejt zonës së Dinamos, pa dyshim me Elton Junior. Del momentalisht jashtë vijave Lorenzo Villa. Harkemi Junior për te Soler. Topi larguar me kokë, kjo goditje qendrore në Dyko Teqja. I ndodhur tani në pozicion, por referuar rëshkismërisë së terrenit, topi që shkon kështu drejt portës. Gjojtje të tilla janë të rrezikshme. E ju desh një vëmendje e shtuar portirit të Dinamos tani. Dita. Kujtoj të premten, Tirana do të ketë një tjetër derbi, atë me Partizanin, në orën 19. Sërish në rrjetin radio televizionit shqiptar do të keni mundësi ta ndiqni. Shohim të Loran fiton rivënia anësore në këtë moment, luhet Bylis Partizani në Ballsh, orën 19. Sot do të jetë Elbasani Teuta, ndërsa nesër Flamurtari do të luajë në stadiumin e vet për herë të parë në këtë sezon. Shohim ndërkohë aksionin e Dinamos është Villa. Flamurtari Egnate, tjetër ndeshje e rëndësishme, po ashtu si Vllaznia Vora në Shkodër, të dyja në orën 19. Provon dhe një Loran. Qardaku. Jap mirë rrugë topit Qardaku. E fton Meksin tani. Topi që mbetet në terrenin e lagur.
Provon të dalë Tirana, shikoni nuk shkojnë pasimet asnjëherë aty ku lojtarët mendojnë. Soler për te Vera tani që e mban brenda vijave, po vetë topi qëndron, nuk ka rëndësi, provon Lorenzo Villa të shkojë përpara. Krijohen Pelgjeuj që i pengojnë manovrën e lojtarëve këtu. Vera ka marrë një goditje nga Farruku. Marrë një goditje mbas faullit të vëshëllyer në favor të Tiranës dhe Tafas shkon e ngre lojtarin në Argentina sepse absolutisht Tirana nuk ka kohë të humbas. Shkelmon Valerianos që top që dërgon sa më larg të mundet, tare me kokë, ndryrën më tej Dita dhe një ndryrje Beqes, faul në favor të Tiranës. Është Villa, është sërish Villa në duelin e vazhdueshëm me Verën dhe tani publiku bardhë e blu kërkon një tjetër karton për numrin 10 të Dinamos që do të ishte i dyti për të. Ky është dueli, tu ka rrezikuar Villa. Edhe njerë Valerianos, të gjithë shkojnë për para, topi ti drejt zonës. Provon dhe njerë Soler me kokë, ka mbyllur mjaft mirë Cefalia. Ali e nxjerr nga zona. Topi te Bregu. Vrapon Farruku. Është e vështirë me topat e gjatë për më tepër rafsh me tokën në këto momente. E zotron Tirana. Valerianos. Kthehet tek Vera që kthehet te Tafas, janë pasime të rrezikshme. Shikoni se si mbetet topi aty dhe Tafas detyrohet ta largojë në rivënien anësore për mos të komplikuar situatën. Vera kërkon dijes. Pasime drejt prapa vijës në këtë situatë janë shumë të rrezikshme. Kryen Meksi rivënien anësore, topi te Lorenzo Villa. Vera. Soler, Tare, Mukarin Junior, Dita, Meksi. Në duel me Soler, faul dhe nervozizëm. Ka nervozizëm, do të ketë një këshillim të paktë nga Eugene Gjaja për dikë në stolin e Dinamos. Do të ketë karton me dorën në xhep Eugene Gjaja. Karton i verë për dikë në stafin e Dinamos. Goditje dënimi për Dinamon. Dinamo që bën gati tani edhe portugezin e ardhur në këtë merkato, Ferreira Teixeira, qendërmbrojtësin. Dita. Topi drejt Lorenzo Villës, Tabeku në ndip të mbrojtjes, ndryrën. E mbron topin tani. Provon të largoj, por e la aty Meksi, nuk arrin as ai, shkon në rivënien fundore. Gabime të kushtëzuara nga terreni tani nga lojtarët e të dyja skuadrave. Provon të nisë Tirana. Valerianos me këtë top drejt sulmit. Ke zotron askush, ka bardhë blu të bën Ali. Ali me shumë siguri. Por më tej e dorëzon topin te Soler. Provon sërish Tirana. Shojmë të kalim të mirë Olu Vabor, topi në zonë i larguar në shtyllën e parë aty. Pranë portës së Dinamos ka Qerdaku, tjetër top i larg, goditja me kokë Tare. Po shkon jashtë. Tjetër mundësi e mirë për Tiranën. Do të largohet Devi Bregu. Te Dinamo dhe Andre Ferreira Teixeira në fushën e lojës. Shojmë dhe njerë momenti final të goditjes me kokë nga Etienne Tare. Pa arritur të gjej kuadratin, një mundësi e mirë kjo për Tiranën. Mbyll kështu zëvendësimet skuadra e Dinamos në këtë moment. Referuar dhe ati të pjesës së parë me Gudjabin e dëmtuar. Pa nxituar tani Aldo Teqja nga kjo rivënien fundore. Ali me kokë. Cefalia. Vogli. Soler. Vera. Del pasimi me të parën më tej Olu Vabor.
Provon sërish brenda zonës, tjetër top në qendër i larguar nga Dita. Valerianos, mbyll Lorenzo Vilën, Matej Vera. Tjetër top që shkon përpara, nuk ndryen askush nuk e priste dhe një kuq të Ditës kërkon falje Elton Junior sepse nuk e mendoi dhe nuk e ndoqi një aksion që mund të ishte i rëndësishëm për Tiranën. Ali. Ndryn Leshi. Ndryn portugezi Andre, Matej Ali. Tabeku. Nuk arrin të pasoj saktare, tani është rivënia anësore për Dinamon. E kryen Loran. Valerianos. Leshi. Rivënia anësore për Tiranën. Soler. Provon Junior, ndryn Beqia. Tjetër rivënia anësore për Bardh e Blut. Valerianos. Faulli Farukut që ndal avancimin e mbrojtësit grek. Jemi në 10 minutat e fundit, Tirana 1, Dinamo 2. Në derbin e 150 për sa i përket kampionatit mes tyre dy skuadrave. Do të kemi një top të gjatë drejt zonës. Tani jep të drejtën në Xhaja, shkelbon Valerianos. Topi në kufi të zonës i larguar. Edhe njërë nga i vëmendshmi Ali. Haxhiu. Ndryn me kokë Andre. Lëviz mirë Lorenzo Villa. Kërkon pasimin në thellësi për Farukun, që është një duel shpejtësie me Valerianos, pozicion jashtë lojë e sulmuesit të Dinamos. Shkon Tafas për të lënë topin Valerianos për të fituar sa do pak metra. Topi Matej Tetare që ul me kokë, shërben për të tjetër, por askush nuk ndryn. Lëvizje mire Farukut tani, që provon të kryej hapësirën vetvetes, por me topin në këmbë në këtë zonë të fushës është shumë e vështirë për të shkuar përpara. Kërkon kombinimin me Lorenzo Villa, ndryn Elton Junior, Matej Leshi me topin te Tabeku. Vjen Loran, por ndryn dhe Haxhiu. Provon të shtyjë Tiranën, topin në thellësi i gabuar. Andre kontrollon dhe largon. Vera, këmbgul Tirana. Gabime mbas gabimesh. Faul i Argentinasit. Goditje dënimi për Dinamon, që i shërben shumë në këto momente. Loran. Kalon mirë fillimisht Matej Vogli. Tabeku. Kërkon topin drejt thellësisë ku shkon Elton Junior në duel me Andre, gjen mirë kohën portugezi. Loran, Çardaku. Përballë t'i Haxhiu, Çardaku kalon mirë tani, gjithë Çardaku. Lorenzo Villa. I mbetet topi në zotrim. Gjithë Villa. Nuk i ndahet Vogli, por Villa lëviz mirë. Ja kur rrotullohet Lorenzo Villa,
dy kundërshtar pranë tij. Mëtej topi dorëzuar te Bruno Dita. Çardaku me forcë, rëmujshëm në mesfush. Faul favor të Dinamos, fituar nga Çardaku. Gjashtë goditje në kuadrat Tirana deri tani, 3 Dinamo, 12-7 në total, më fali për vendasit sërish. Shtat me 3 goditjet nga këndi. Por 2-1, ajo që vlen më shumë rezultati në favor të Dinamos. Organizon murin mbrojtës Tafas. Shë goditje dënimi e rrezikshme. Provon Çardaku, një goditës i mirë, provon nga distanca. Topi është devijuar. E vjen kështu e 4-ta goditje nga këndi për Dinamon, që mbetet në zonën kundërshtare. I vlen shumë në këto momente. Tani kronometri është aleat me blut. Dhe shkon me qetësi Qefalia. Shohim dhe njerë këtë goditje dënimi. E top që nga dikush është prekur aty. Top që harkohet tani i lartë në zonë Soler me kokë. Faruku e kthe në qendër, vogli ndryn Tabeku. Vënd të shty përpara tani. Ndryn mirë Çardaku, por këmbgul Tabeku që kthehet te Haxhiu. Qëndron Dita dhe mban Dinamon përpara. Qefalia. Shohim Farukun që vrapon, është i freskët, Leshi e mbyll mjaft mirë, fiton faull mbrojtësi i Tiranës. Nis lojën Tafas, sërish Valerianos që vazhdimisht mbetet i fundit i bardhë dhe bluve për të nisur ai me topat e gjatë lojën. Provon dhe njërtare me kokë i mbyllur nga Andrej që duket se pikërisht për mbulimin e shtatlartit të Tiranës ka marrë detyra specifike. Këtu Tirana gabon e dorëzon tani topin në rivën anësore. Do ta kryej Loran. Junior. Soler. Rëzohet, fiton faull. Të gjithë në zonën e Dinamos tani. Pozicion interesant. Kjo goditje dënimi pranë topit Elton Junior. Në vijën e 16 metrave linja mbrojtëse e Dinamos. Shohim Junior, harkimi i tij lart, i devijuar nga Dinamovitët që largojnë rrezikun, por nuk shmangin dot rivënien anësore, mbetet Tirana kështu sulmuese. Merr vrull Luciano Vera. Duhet të ketë kujdes shkak të shkitjes së mundshme me vrull Argentina si me topin në zonën e Dinamos. Edhe njëri larguar, këmbgul Tirana, Valerianos e kthen sërish aty, provon Soler në duel me Ali. Soler e kthen formë goditje, por ishte një kënd shumë i vështirë. Topi shkon jashtë. Shohim dhe njerë këtu, arrin të vjen në pozita për të goditur. Rivënie fundore për portierin Teqa. Top drejt mes fushës me kokë Soler. Tabeku. Beqa.
Vrapon Faruku, vrapon dhe Leshi, që e kthen topin te Tafas. Kombinojnë të dy. Jo, si duhet e kështu, Leshi e dorëzon të Qardaku, mundësi për Dinamo tani me Farukun brenda zonës, vjen dhe Lorenzo Villa. Mëtej kjo goditje i jashtë nga Beqja. Rrëvendje fundore për Tafas, provon të niset me shpejtësi. Valerianos. Cefalia, top në thellësi, i dorëzuar tek Tafas, që edhe njerë do të provoj me shpejtësi të një skuadrë e ty ymë në minutën e fundit të kohës rregull. 2-1 Dinamo udhëheq përballë Tiranës. Tirana vjen të këmbgul, topi drejt Soler, Andre edhe njerë me kokë. Po ashtu Qardaku, Villa, Shkelmon sa më fort të mundet, duhet të vrapoj edhe njerë pas Tirana me Agjiun del Tafas, që shmangë presingun e Farukut dhe Haxhiu mëtej me njerë për para sërish Andre. E gjen topi në këmbë Vera tani. Oluvabari. Provon edhe njerë kanadezi, por me streku kundërshtarësh është e vështirë. Villa për te Faruku, që nuk nxitohet tani. Dhe gjen kombinimin me Qardaku, rrëzohet faul. Katër minuta rikuperim. 4 minuta dhe 4 minuta shpresë për Tiranën për mos të dalë pa pik nga derbi. Dhe thënë kështu ka shumë rëndësi, por mëtej pozita, situata e diktojnë edhe më shumë nevojën për pik. Sigurisht që absolutisht nuk është e lehtë. Do t'jetë da bela ba tek Tirana në këto minuta të fundit. Do të largohet Luciano Vera, gjithçka për gjithçka. Ka më çfarë të humbas. Vajnë lojtari ardhur në sezonin e kaluar. Vendoset pikërisht aty në krah. Provon Dinamo, ndërkohë me Lorenzo Villa kërkohet Faruku. Del heziton, por mëtej del sërish Tafas, që ka marrë një goditje. Marrë një goditje, por nuk kërkon të vonoj skuadrën e lë topin për shokët e tij. Ne shem dhe njerë momentin këtu. Shkelur nga Leshi, nga shoku i tij, pikërisht Leshi tani. Me topin për para, ndryr me kokë Dita. Junior. Rivendje ansore për Tiranën. Valerianos me topin në duar. E dërgon drejt zonës. Nuk po çan dot Tirana, Dinamo shumë e kujdesshme në topat që vinë në ajër. Shohim Leshin tani. Haxhiu. Topi Haxhiu të shtit lart, Meksi me kokë. Provon Valerianos. Në distancë largët, larg portës se çon topin në rivendje fundore. Me qetësi Teqja. Këmban vëndi Roberto Bordin në stolin e bardhë dhe bluve, ja ku shkelmon tani Aldo Teqja. Ali mbron mjaft mirë dalin e portierit të tij. Është marrë një tjetër moment të rrezikshëm. Shkelmon tani Teqja. Provon Villa. Leshi,
Faruku, top që devijohet. Dhe shkon në rivënë jansore për Dinamon, e cila provon kështu ta mbyll në sulm. Topi te Qefalia, vështirësuar nga tereni, provon të dalë Tirana, por sërish ngec aty. Ja Çardaku tani brenda zonës mes rëmujës, ndoryntare. Tabeku provon edhe një herë të nxjerrë skuadrën, mjaft mirë Andre. Faruku brenda zonës i mbyll Leshi. Goditje nga këndi për Dinamon. Sigurisht që nuk nxiton absolutisht, me shumë mundësi do të mbyllet në këtë moment, sepse Dinamo do të preferoj pasimin e shkurtër për te Çardaku. Dhe vjen këtu vëshëllima e fundit. Dinamo fiton derbin me Tiranën 2-1.